s'na e merrni pak. Jo, nuk e absolutisht. Egon, meqense si koleg gazetar duhet të futemi më drejt për drejt në temë, sepse pjesën e shqetësimeve le të themi hallet që kanë njerëzit që kanë dalë aty e zauroi Romeo. Po puna është çfarë ndodh këtë tutje? Cili është fati i protestës? Pra, do vazhdohet kështu pafund, sepse po vjen dhe vera ka ardhur, po vjen korriku, gushti, gjë që mund ta bëjë të pasuportueshme këtë ecuri. Apo do ketë një krijesë që do dalë nga kjo lëvizje? Çfarë po ndodh se ju jeni brenda të protestës? Protesta është një lëvizje dinamike. Është një lëvizje në kuptimin e zgjimit shoqëror dhe të daljes aty në shesh spontane, e përsëritur, patjetër, pra ka një farë rregulli, por është spontane. Dhe nuk është metafor ajo që thonë edhe folësit, apo këta të grupit koordinues protestës, që megjithmonë organizatori aty janë hallet, shqetësimet, fakti që njerëzit që dalin aty shumica shtrese mesme, siç jemi ne, janë tërësisht papërjashtuar dhe të përjashtuar, të papërfaqësuar ndjes dhe të përjashtuar nga vendimarrja politike, ekonomike, nga përftimi i shërbimeve të dinjitetshme, nga të qenit të pranishëm në jetën publike të këtij vendi. Kjo është e vërtet, kjo nuk është simbolik, kjo është e vërtet. Kështu që kjo do të thotë që edhe vijueshmëria e protestës nuk është një gjë që ne mund ta parashikojmë apo aq më pak ta planifikojmë. Po e ke një ide pse ka rënë numri protestuesve? Po, është le të themi konsumi i madh, sepse është e kuptueshme 25 ditë nuk mund të mbahen me të njëjtin ritëm. Apo ka arsye të tjera pra? Apo platforma që kanë nxjerr një pjesë të atyre që u konsideruan drejtues, apo ajo që u quajt plani i Goxhait i ka stepur disi protestues? Mund të flas pak më vonë për planin që është aty me ato 5 kërkesat, por dua të ngelem pak tek protesta si dinamik sociale dhe artikulim politik. Nuk ka shumë rëndësi dhe unë bie dakord edhe me atë që tha zoti Kthupi që domethënë numri mund të bjerë, numri mund të rritet, mund të vinë nga diaspora, mund të ikin, mund të vinë prapë. Pra, kjo është një çështje e cila rregullohet, po themi, në varësi edhe të ditës, edhe të kohës, edhe të motit, siç është sot që bie shi për shembull. Po. Nuk është ky problemi, nuk është ky thelbi. Po cili është atëherë? Nuk është ky matësi i pulsit të protestës. Ajo protest ka nisur, ajo protest do të vazhdojë. Ajo protest mund të ketë edhe ndonjë ditë që mund të mos zhvillohet, po kjo nuk do të thotë asgjë. Mjafton që të ngeli një njeri vetëm këtë derekonisë dhe protesta vazhdon. Mjafton që të ngeli një njeri, mjafton që mund të planifikohet, po them që sot nuk do të zhvillohet për X arsye madhore, nuk e di, nuk. Ka një plan të tillë, jo, takon më po të pyes si gazetar në këtë rast, jo si nuk jam në dieni. Komentator, pra. Pra po them në sensin që për sa kohë që është vullneti politik i gjithë këtij grupimi të madh njerëzish që ti artikulojnë kërkesat e tyre në atë formë se janë aq apo se janë kaq, kjo nuk përbën problem thelbësor. Egon, ta bëjmë pak debat edhe të fortë se ju thoni shpesh vullneti i njerëzve. Po kemi edhe vullnetin e shumë socialistëve që nuk e duan këtë risi. Si dua bëjmë atyre? Po them socialistë, ajo është pjesa më e madhe, se tek demokratët kemi problem të madh edhe me ta si ministri këtë gjën. Po, ja, vendin zgjedhje dhe është thjesht fare. Ajo që ka bërë protesta se duket që ky numër pas krave tan, se ju thatë s'ka rëndësi numri, duket sikur përfaqëson gjithë Shqipërinë. Po kjo nuk është pak e vështirë ta besojmë, se mund të ketë njerëz që janë komod me këtë sistem politik. Shiko, në kuptimin e simbolikës politike. Po. E sekond fal. Po. Ja, u të nxeja prapë duket, të ingranova. E parë kur u bën nga shesh, nuk thatë që kjo protesta një arriti qëllimin. Pra erdhën u shkurin gjithë shqiptarët erdhën atje. Po. Kjo protestë